Lili, mirëmëngjes, është seanca e radhës parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë, është seanca e parafundit, ndërkohë që masat e policisë janë njësoj si ato të protestës së paralajmëruar nga ana e protestuesve. Pavarësisht se sot nuk ka pasur ndonjë lajmërim, mund të themi të sigurt për zhvillimin e një tubimi para parlamentit, por prej herës kur ndodhi incidenti që u qelluan me vezë deputetët dhe u krijuan incidentet e tjera para parlamentit, këto gardhe metalike nuk kanë lëvizur çdo të enjte ku në seancë mblidhen deputetët, ministrit, kryeministrit edhe personat e tjerë të cilët punojnë pranë Kuvendit të Shqipërisë. Në fakt, ditën e sotme është seanca e parafundit, ndërkohë që ka pasur disa thirrje të shpërndara për të grumbulluar para parlamentit dhe sigurisht për të zhvilluar një tubim që flet më shumë me gjuajtjen e vezëve drejt deputetëve dhe mund të themi një farë mënyre dhe filmimi i tyre apo marrja e tyre në intervista të ndryshme që zhvillojnë edhe protestuesit, por nga siç duket, policia ka marrë gjitha masat e duhura sikur do të zhvillojë një protestë normale e organizuar. Dera kryesore është me gardh metalik, një gardh për cilën ka disa punonjës të policisë së shtetit, më pas janë gardhe të tjera që është dera kryesore e parlamentit, ku futen automjetet e personelit apo automjetet e deputetëve dhe ministrave kryesisht në këtë gardh qendror. Në zonën e qendrës tregtare po ashtu është rrethuar me punonjës policie dhe me gardh metalik, ndërkohë që edhe kjo hyrja tjetër tek parlamenti është e njëjta situatë. Gjitha duket që kordoni gardhit metalik